Me reduktimin e ujit nga ora 10:30 e mëngjesit deri në 17 e njëjtën, u përballën banorët të Fushë Kosovës, Obeliqit dhe një pjesë të lagjës Kalabria në Prishtinë. Niveli i lartë i turbullirave të ujit në kanalin e Iberlepencit ka bërë që implanti i trajtimit të ujit në Shkabaj të dalë jashtë funksionit. Jashtë funksionit e kemi vetëm ITU Shkabaj për shkak të nivelit të lartë të turbullirës në kanalin e Ibrit. Gjendja përmirësohet varësisht nga kushtet klimatike, edhe pse jemi duke monitoruar situatën vazhdimisht. Njëjtë ndodhi mbrëmë edhe në implantin e KRU Mitrovica. Një pjesë e turbullirës së ujit erdhi edhe si pasojë rreshitjes së dhëut në kanalin e Iberlepencit në varag të Zubin Potokut. Shtesë ka qenë kjo rreshitje e le të themi bypassit në pjesën e Zubin Potokut ku punohet në kanalin kryesor, po betonohet kanali i kryesorit dhe ne kena ndërtu një bypass i cili shfrytëzon për transportimin e ujit deri sot kryhet riparimi. Muj ka thotë se ky problem që tani më është rregulluar la pasoja. Problemi i veçuar, le të themi të Zubin Potoku është sanu, por prapë po them janë 49 kilometra kanal kryesor, mundet me pas ndaj le të themi turbullir të kopaskoshme. Kësaj kishte edhe komunat e këtij rajoni që mbeten krejtësisht pa ujë. Aktualisht Skenderaj ne kemi komplet pa ujë. Mitrovicën, qendra e qytetit tashme që çdash në pas ujë prej orës 9 çdash në pas ujë. Dhe gradualisht shkojnë të pas ujë edhe zona tjera. Kurti shtoi se të gjitha implantet e ujit janë kthyer të njëjtën në funksion, duke bërë thirrje te qytetarët që ujin tani për tani ta përdorin vetëm për higjenë. Jem të punu me kapacitet plota, besoj që mbrana 3 ore 4 orientimisht i çdasht komplet zona shërbimit me pas ujë. Edhe pse uji prej neve del normalisht sipas standardeve prap ju kërkojmë konsumatorëve tanë që këtë ujë mos me përdor për pije, po vetëm për higjenë. Edhe në rrafshën e Dugaxhinit situata me ujë mbetet e rënduar. Banorët që furnizohen nga burimi Drinit të Bardhë Radavt Spej, burimi Mbivada dhe burimi Vrellës Sistog, burimi Deçanit Deçan, burimi Jarinës Klin, rekomandohet që uji për pije ta përdorin të vluar.